Moti për datën 6 tetor, sot mëngjes më ngrohtë do të jetë në Vlorë 19 gradë Celsius, ndërsa më freskët do të jetë në Kukës me 12 gradë Celsius. Por ndalemi konkretisht në përqytetet e Shqipërisë përpara kështu edhe reshët apo vranësirat. Tirana ditën e sotme temperaturat maksimale do të jenë 18 gradë Celsius, do të ketë reshje të lehta, ashtu sikundër ka nisur ky mëngjes. Do të shkojmë në Durrës, do të mbetet temperatura e njëjtë 18 gradë Celsius sërish me reshje të lehta, Shkodra 17 gradë Celsius reshje të lehta. Vlora, ashtu si kundër tham, do të jetë qyteti më i nxehtë për këtë ditë, 19 gradë Celsius, do të ketë reshje të lehta. Korça gjithashtu vijon të mbetet me reshje, Shqipëria 14 gradë Celsius, Elbasani 18, Fieri 18, Berati, Gjirokastra 18 gradë Celsius dhe Kuksi si qyteti më i ftohtë me 12 gradë Celsius, por ajo që vihet re në të gjithë Shqipërinë do të kemi reshje të lehta ditën e sotme. Dhe në krahasim me një javë përpara kemi një rritje të lehtë temperaturash, të lehtë jo, në fakt 5 gradë nuk është pak, kështu që le të themi që është një mot optimal sa i përket temperaturave.